Me qindra turistë me anije turistike i drejtojnë çdo ditë ishullit të Sazanit dhe gadishullit të Karaburunit në Vlorë për të shijuar bukuritë e Bregdetit Jonian. Harta atyre që vizitojnë zonën bregdetare është zgjeruar dhe pritet që shifrat të rriten edhe më tej në muajt në vazhdim. Të shumtë janë ata turistë që i rikthehen Shqipërisë, por ka dhe nga ata që vinë për herë të parë, ndërsa vendin tonë e kanë parë online dhe për ta është një vend i mrekullueshëm. And I've been bringing groups of mainly British people to Albania for the last few weeks. Jam nga Mbretëria e Bashkuar dhe kam sjell grupe kryesisht britanikësh këtu në Shqipëri. Gjatë javëve të fundit kam qenë në Shqipëri disa herë me grupe. Disa grupe janë australianë dhe ndonjëherë kam udhëtuar i pavarur, po ky vit ishte viti i parë që solla britanik në Shqipëri. Kjo është hera e parë që vi në këtë pjesë të veçantë të Shqipërisë dhe i gjej mjaft të bukur. Më pëlqeu shumë. Nëse flas me miqtë e mi për Shqipërinë në Britani, unë ju them se është një vend i bukur, ka njerëz të mirë dhe ushqim të shkëlqyer, por mund të jetë edhe paksa çmenduri. Gjithashtu, por duhet ta pranojmë që gjërat ndodhin në Shqipëri. Më pëlqen se si Shqipëria ka ndryshuar gjatë kohës që unë kam ardhur këtu. Ka ndryshuar, është zhvilluar dhe ka bërë goxha progres si vend dhe është mjaft interesant të shikosh se ku ka për të shkuar dhe të ardhmen e saj. Nëse do thoja që ka ende një rrugë të gjatë për të bërë, po është duke ndryshuar shumë shpejt. I come from France with my company. In first time in Albania. Unë vi nga Franca dhe jam këtu me kolegët e mi dhe është hera e parë në Shqipëri. Është vend shumë i bukur dhe kolegët e mi po e pëlqejnë shumë. Më pëlqen jashtëzakonisht deti dhe vendasit. Njerëzit janë shumë të mirë dhe vendodhja këtu është super. Do të qëndroj për gati një javë. Patjetër pse jo. Do të rikthehem sa radhe me fëmijët e mi. Hi, I'm from France. We are a group Unë jam Kevin nga Franca dhe kemi ardhur këtu për pushime. Sot është një ditë e mirë me diell, me miq të mirë. Shqipëria është super. Është hera e parë që po vi, por po mendoj se do të vi sërish me familjen time. Është shumë mirë. Dielli është i mirë, ujërat janë të pastra, udhëtimi me anijen është shumë i bukur. Patjetër me miqt dhe familjen time është një ide shumë e mirë që të rikthehem. It's my first time in Albania. I was looking forward to it very much indeed. Vi nga Britania dhe kam 2 ditë këtu. Unë ju uroj vendit tuaj të ketë një zhvillim sa më të mirë, por jo të kaloni në mbi zhvillim, por do të jetë shumë mirë për ju. Ne erdhëm para 2 ditësh dhe do të rim një javë. Kemi planifikuar të vizitojmë vende të ndryshme këtu. Por këtu në Karaburun ka shumë vende të bukura. Provova të bëj notë dhe mendoj se çdo gjë është okay. Udhëtimi në anije ishte i këndshëm dhe më pëlqeu aq shumë sa unë do të kthehem përsëri në këtë vend. Parku detar Sazan Karaburun dhe plazhet e mrekullueshme brenda gjirit të Vlorës vijojnë të mbeten kështu destinacionet më të kërkuara nga turistët edhe këtë fillim sezoni turistik, ndërsa jo vetëm shqiptar, por dhe të huajt nuk i mungojnë këtyre atraksioneve. Parku detar Sazan Karaburun është i vetmi park detar kombëtar i Shqipërisë që ofron atraksione të shumta natyrore, kulturore, historike dhe turistike, ndërsa udhëtimi me anije turistike në këto destinacione bëhet pothuajse çdo ditë.